Kura këtyre regjistrimeve është që këto qëndrojnë. Ti je profesionist, kjo nuk është që këto qëndrojnë. Ne nuk po na ndjekin vetëm fëmijët dhe unë pyetjet po t'i bëj për ata që janë pas asaj kamerës aty. Ata mund t'i kenë pyetjet më të mëdha në zë, se nuk do korruptohesh kur. Po e përsëris edhe një herë, çdo gjë që ne themi këtu nuk personifikon linjën kurrikulare apo mendimin e institucionit. Është një mendim i pavarur dhe çdo pyetje që vjen është për ta bërë gjithëpërfshirës të gjithë komunitetin e ndjekësve të institucionit, po dhe ata që na ndjekin, nuk na ndjekin, janë pjesë e brendshme apo nuk janë pjesë e brendshme e institucionit. Ditët e fundit do të flasim për një temë të nxehtë. Ditët e fundit je bërë pjesë e një proteste, pra në Shqipëri po bëhet një protestë, e cila ka nisur nga një problematikë e cila është bërë ndërkombëtare. Pra, ka shkuar përtej Shqipërisë. Pra, një ngjarje e cila ka shkuar përtej Shqipërisë. Tani aty është pjesa ku kur sa përmendet emri Osman Stafa vin pyetjet më të shpeshta. Pyetja e parë, kush e organizon protestën? Protestën e organizojnë të gjithë qytetarët të cilët dhe rinia, të cilët janë të lodhur nga çfarë ka ndodhur në Shqipëri në 36 vite, sepse kjo politike e cila drejton Shqipërinë nuk ka lënë vetëm një rrugë, vetëm të largohen, ose do duhet pastaj të bëhen pjesë e një administrate shtetërore e cila gjatë gjithë kohës duhet bëj like, share, koment në faqet e ministrave dhe për këtë arsye këta të rinj të cilët janë një gjenerata Z cilësohen, nuk janë dakord për mënyrën se si funksionojnë gjërat në Shqipëri me korrupsionin, me vjedhjet, me shpopullimin e me çdo gjë tjetër, e për këtë arsye janë ngritur në protestë. Ta thjeshtoj, është gjenerata Z. Pra ta bëjmë sa më thjesht, flasim thjesht fare. Unë thjesht po flas. Gjenerata Z. Përse duhet ata që na ndjekin dhe pse duhet të besojnë ty që është gjenerata Z dhe nuk duhet të besojnë kryeministrin e vendit i cili thotë që pas protestës ka hije. A ka hije pas protestës? E dua shkurtimisht. Po, jo. A ka pas protestës agjentura? A është agjentura greke? A është agjentura iraniane? E tjerë që po janë përveç agjenturës iraniane, greke, ruse, ka tjetër? Nuk e di. Janë alienët, marsianët kanë zbritur në tokë, ata të cilët kanë ardhur nga universitet të tjera, të gjithë bashkë po vendosen kundër Shqipërisë sepse duan që Shqipëria, ky vendi aq i madh në globin tonë, të mos ndërtohet në një zonë të mbrojtur. Edhe kështu ka ndodhur gjithë kjo historia, por duhet kuptoni vetëm një gjë, pas kësaj proteste janë shqiptarët të mirë, gjenerata Z të cilët kërkojnë një Shqipëri më të mirë. Pra për prindrit kjo përgjigje, meqense e kanë merak, patjetër, po fëmijët nuk e kuptojnë shumë këtë. Jo, fëmijët, e lëm fëmijët. Jemi po flasim për ata që na ndjekin nga Time Media Podcast. Po, pra përveç se marsianët unë theksova dhe alienët të cilët janë në Shqipëri dhe po luftojnë fort, domethënë që janë hije dhe po frymëzojnë studentët, do duhet kuptojnë që a ka korrupsion në Shqipëri? A punojnë dot në administrat pa like, pa share, pa koment, pa bërë fresk dhe pa shkuar me detyrim në për takimet që bën kryeministri? A ka shpopullim në Shqipëri? Kur shkojnë nëpër spitale, a marrin shërbim? A ka ilaçe? A ka pajisje? Çmimet, çfarë niveli janë? Pse qytetarët e Pogadecit, të Librazhdit dhe Prenjasit shkojnë në Maqedoni për të bler ushqime, për të bler naftë dhe për të shkuar tek shëndetësia e tyre? Pse Dibra shkon në Maqedoni për të bler ilaçe, për të bler ushqime dhe për të bler naftë? Pse Tropoja dhe Kuksi shkojnë në Kosovë për shëndetësinë, Gjakov dhe Prizren për të bler aty ushqime, për të bler naftë dhe shëndetësi? Pse Gjirokastra, Korça dhe Saranda shkojnë në Greqi për ushqime, për naftë edhe për shëndetësi? Pse Shkodra shkon në Maltëzi për të njëjta gjëra? Pra, a i blen dot një çift i ri apartamentin në Tiranë? Dhe nëse kjo përgjigje është që jo, pra që jemi në rregull dhe i bëjmë gjitha në Shqipëri e tjerë, po pastaj janë alienët, iranianët e kushdo tjetër. Pse ndodhi tani? U mbush kupa. Kush ka drejtues, ka emra që nuk ka emër, janë shqiptarë të gjithë. Janë gjithë shqiptarë. Do të ketë një kokë protesta? Duhet ta ketë një kokë të cilët jo, unë jam një shërbëtor dhe informues dhe një person i cili do që kjo të bëhet,
unë jam në fushën e gazetarisë dhe mendoj se bëj mirë aty, mendoj unë, pastaj gjykimin e japin qytetarët që na ndjekin dhe e vlerësojnë ata se si është e gjithë situata. Unë jam një person i cili dua të jem në opozitë me çdo që vjen në pushtet në Shqipëri. Nëse do ta kërkojnë shqiptarët, njerëzit që kanë dalë në protestë, nëse do ta kërkojnë, do jesh ti një nga drejtuesit e protestës? Më besoj se protesta ka një qëllim, ka një synim final. Në momentin që ka një synim final, do duhet që këta njerëz përfaqësohen nga dikush. A je ti një prej tyre dhe nëse do ta kërkojnë, a do ta merret ti përsipër të ishe një prej tyre? Shqipëria ka plot dje me vajza të cilët janë patriotë vërtet nga këta që u tregova dhe fëmijëve që e duan këtë vend, patjetër që ka shumë njerëz sepse një person këtë vend nuk e bën dot. Pra kemi ikur nga i kulti i individit se kemi provuar 45 vite, po e provojmë dhe këto 36 vite. Nëse do drejtohet Shqipëria e re që e thon protestuesit, nuk duhet të drejtohet më nga një individ, por duhet të drejtohet nga shumë individë të cilët e bëjnë punën e tyre me ndershmëri dhe patriotizëm, e cila është një nga ndjenjat, do a them fëmijëve këtë, na e kanë luftuar fort idenë e patriotizmit, që është një gjë e kaluar, i përket shekullit kaluar. Jo, patriotizmi është tek secili individ dhe unë e theksoj, është tek ajo që ju ta doni kombin tuaj, Shqipërinë tonë, në përditshmërinë tuaj për ditë, duke mos hedhur mbetjet dhe plerat në rrugë, duke mos shar njëri tjetrin, duke dëgjuar prindërit, duke respektuar njëri tjetrin, sepse vetëm kështu mund të ngrejmë në një shoqëri të mirë, të respektueshme dhe që ta ndihmojmë njëri tjetrin, sepse një shoqëri e mirë përkthehet në një Shqipëri më të mirë. Si është Shqipëria e re që ëndërron ti si Osman? Një Shqipëri pa korrupsion dhe pa vjedhur politikanët Shqipërinë dhe duke mos lënë njerëzit të cilët janë të varfër, janë të pamundur atje që mbeten dhe ata në shpresë shqiptarëve. Smuret një fëmijë që është një hall i madh që bie mbi familje dhe shpresa është tek shqiptarët me GoFundMe. Po nuk u bëj GoFundMe, ai fëmijë përfundon keq. Pra, unë dua një shtet social, dua një shtet demokratik, i cili të ndihmoj mua kur jam keq. Të mos ketë pensione që unë nuk kaloj dot muajin. Të mos ketë rroga që unë nuk ndërtoj dot asnjë gjë. Të mos ketë çmime të larta të cilat unë nuk mundem dot të blej, nuk e di, me 20.000 lekë nëse në X ko bleja X gjëra, tani blej 2 gjëra apo një gjë. Që janë gjëra minimaliste. Është e mundur të bëhet kjo? Po patjetër që është e mundur, ka vetëm një rrugë. Vetëm mos vjedhin, mos korruptohen. Kaq është shumë e thjeshtë. Nuk e kemi shpikur ne, se ne nuk po kërkojmë Shqipërinë e re të shpikim rrotën. Ne po kërkojmë që të kemi individ që nuk e vjedhin. Si është e mundur që ti, Kalamaja, dini, pra nëse unë po ju them juve që shiko se sa shumë Shqipëria është e vjedhur, pra që nuk kemi shëndetësi, nuk kemi arsim, nuk kemi shumë gjëra, te kryeministria është ndërtuar një kopësht Eden ose kopshti i parajsës. Nuk ka asnjë vlerë publike, por është ndërtuar me paratë tona. Pra, po e zëm kështu, unë jam pa shtëpi sot, nuk kam shtëpi unë sot, dhe blej divanet. A ka kuptim? E njëjta gjë. Pra, kryeministri jon, teksa nuk kemi shëndetësi, nuk kemi shumë gjëra, me shpopullimin shumë të ri, pra që janë më të mëdhenj se ju, nuk kanë shpresë Shqipëri dhe ikin, kërkojnë punësim, kërkojnë të ardhura, kërkojnë shumë gjëra. Nuk a jep shteti jon, por shteti jon e ka mendje të ndërtoj kopshtin Eden 4.3 milion euro. E di sa para janë? Janë shumë para. Dhe si kjo, ka shumë të tjera. Por këto drejtoju kameras, mos u drejto Kalamaja. Jo, po shpjegova. Unë kryeministrin nuk e kam këtu dhe jam i detyruar të bëj avokatin e djallit në kuptimin pra që duhet të flasim për unë ty përballë kam ty. Nëse do kisha kryeministrin përballë, ai mund të thotë një variant tjetër. Është fakt publik, nuk ka variant tjetër. Pyetja është tjetër e drejt për drejt është, sa do zgjasë protesta? Ka një element që unë besoj se gjithë ne do duhet ta kuptojnë. A ke pasur një person familjen tënde me smundjen e kancerit? Shqyr Zotit jo, po. Mos bëft Zoti. Por unë po të them që nënat dhe motrat shqiptare, cilat vojnë nga kanceri, nga një smundje shumë e rëndë, nuk kanë një pajisje që quhet brakiterapi në QSUT, tek spitali onkologjik. Dhe në mungesë kësaj pajisjes,
këto nënat dhe motrat tona shkojnë drejt fundit pa kthim. Dhe ky është një fakt publik, nuk ka nevojë të kesh kryeministrin për ta pyetur. Dhe un po të them që nga ana tjetër ke një kryeministër që 4.3 milion euro i çon për një kopësht privat, që e shijon vetëm ai me lekët tona, tuat dhe të mijat, e gjithë shqiptarëve. Dhe po ta them që në kuptimin më të vogël është absurditet. Pra është qesharake, është makutëri, është vjedhje. Dhe nuk ka nevojë të kesh kryeministrin për një fakt i cili është publik, është fakt. Nuk e kanë punat pajisjen. Dakor, Dhe me këto pse nuk janë çuar shqiptarët në momentin. po janë çuar pra, sepse është artikuluar dhe shëndetësia aty. Kam bërë një betejë 5 vjeçare. Dhe kam kuptuar që ata të ri që unë mendoja se nuk kishin informacion çfarë ndodhte në Shqipëri, kishin informacion dhe kishin dëgjuar çdo gjë. Sepse kemi parajgjykim ne që ky brez i ri është një brez që nuk interesohet për problemet, s'do t'ja di, nuk di asgjë, i din të gjitha. Unë thua që kjo protestë nuk është zvërneci. Patjetër që jo. Shkon për te zvërneci. Po patjetër që po. Tani deri ku do shkoj protesta? Protestuesit tonë deri në dorëheqjen e kryeministrit. Dorëheqja e kryeministrit. Po. Nëse kryeministri nuk jep dorëheqjen, Po, sa do vazhdoj protesta? e vendosin protestuesit. E vendosin protestuesit. Ka shumë pjesëmarrës në protestë? Unë mendoj se pamjet do i kesh parë dhe ti. Sot janë 2000 veta. Ti numëroj. Në qoftë se kryeministri jep dorëheqjen, çfarë ndodh me protestën? Pastaj kryeministri, nuk e di, të bënë deklarata nga më të ndryshme që ne kemi shëndetësinë më të mirë në Europë, e kemi sipas te? E drejta e kryeministrit, unë jam këtu për të pyetur. Jo, po të pyes don ty. Personale, drejta e kryeministrit. Po ti je qytetari i këtij vendi, prekesh dhe ti. Po këtu jam në një pozicion që nuk mund të flas si qytetar i këtij Po. vendi. E drejta e kryeministrit është të bëjë mbrojtjen e tij. Drejta e kryeministrit, është të bëni e drejta e kryeministrit është të trajtojë problemet e popullit, nuk është të mbrojë veten. E drejta e një kryeministri kur legjitimohet dhe votohet, është të zgjidh hallet e njerëzve, nuk është vendosur atje, nuk është vendosur. Unë kam një kontratë me Po, nuk është atje kryeministri për të mbledhur një grup njerëzish dhe për të vendosur që në Zvërnec unë dua të ndërtoj një resort që është një zonë e mbrojtur. E kupton? Është një zonë e mbrojtur. Ne kemi 20% territorit në Shqipëri zonë e mbrojtur. 80% këta e kanë ndërtuar, e kanë shkelur, e kanë shkatruar, e kanë bërë unë jug nuk shkoj dot më, se nuk më përballon dot xhepi. Dhe më detyrojnë të ikë jashtë Shqipërisë atje më përballon xhepi. Po pra, po kryeministri thonë që ata që na ngjën, të ngjën ty, më ngjën kryeministrin e vendit. Kryeministri i vendit thotë që atje do bëhet një investim 4.3 miliard, mos jem gabim. Po. 20, 30, 40. Po. Pse duhet të jenë? Ka shumë njerëz që nuk i njohin as flamingo, nuk e njohin as pelikanin kaçurel, mund mos ta kenë parat e zonë fare, unë vetë kam. Që do të thotë i shkatrojnë. Mund mos ta kenë parë, po jo, mund të bëjmë pyetje në zë. Pse mos bëhet investimi? Po, dakor. Nëse një person, po. Ti je përfaqësues i protestës, unë do të përgjigjem. Unë nuk jam përfaqësues, jam mbështetës dhe raportues si gazetar. Je dhe raportues. Pse? Pra, që një njeri nuk ka qenë diku, nuk do të thotë që ai vend shkatrohet. Pra, ne aty është, pra, nëse do kesh një të ftuar ti që është një ekspert mjedisi, do të shpjegoj gjëre gjatë pasurinë që ne kemi në Zvërnec, në Nart. Pra, me ato e keni parë flamingot? Janë të bukur apo jo? Po, duan t'i shkatrojnë. Dhe ideja është kjo, që ti bëj investime. Kush ka penguar deri tani të bësh investime? Për prindërit kjo. Kush e ka pasur sa vite në kryetar bashkie? Sa mandate? Ka qenë kryeministri? 3 mandate. Si 3 apo 4? 4 se kam mbyllur. Jo, si kryetar bashkie. Si kryetar bashkie nga viti 2000 deri në 2011. Po, ka edhe tani si kryeministër që është kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit që ai vendos kush do ndërtojë dhe ku do ndërtojë. Pra, a u prit tani që të ndërtohet në vitin 2026 një nuk e di resort i tillë i cili do përveç se do shkatrojë ekosistemin, por hajtë se po e marrim, po e themi hajtë se s'na interesojnë ata zogjt atje. Pse ti duhet ndërtosh në një zonë të mbrojtur? Ke bërë një ligj ti, me ligj se këta vjedhen me ligj. Bëjnë ligj 2024 që ne të ndërtojmë zonat e mbrojtura. Nuk ndërtohen zonat e mbrojtura, janë pasuria jonë, është pasuria ime dhe jotja. A të vi unë tek shtëpia jote të them, e ke shtëpinë 2+1 ti atë njëshin do ta marr unë? A e marr dot? Jo, nuk e marr dot. Po si, po i përse është pasuria jonë. Po pra, është pasuria jonë pra.
Zona e mbrojtur është pasuria jonë. Tek 80% që tjetër të ndërtojnë, të bëjnë me kriter, se është bërë pa kriter. Shkon jug. Çfarë është bërë? Është masakruar jugu. Në aq territorie, nuk kemi sa Greqia që ka 6000 ishuj. Edhe i shet ishujt sipas interesit. Mundit se mund të rinë gjithë ditën dhe gjithë natën bashkë, se ty është shumë kënaqësi të flasësh. Dhe të përplasësh ide. Në qoftë se ju kërkoni edhe 4 pika të tjera. S'ka 4 pika të tjera, ka vetëm 1 pikë. Vetëm 1 pikë, dorëheqja e kryeministrit. Po. Kush do bëhet kryeministër? Mund të pyesin njerëzit. Ja iku ky që është, kush do bëhet? Ju s'keni një përfaqësues, po të pyes edhe herë, do ta marrësh ti drejtimin e protestës? Unë mendoj se kjo pyetja, shiko, është pyetje, shiko, unë kam për detyrë. Po, dakor. Kam nxjerrë një sigët për ty, pra kam bërë një njoftim për ty, dhe më kanë ardhur pyetje. Po, as unë se kam njohur, as unë nuk e kam njohur. Edhe ju nuk e keni njohur, edhe sa mirë që se kemi njohur, ka qenë një sistem përpara viteve 90. E keni dëgjuar, keni lexuar, ju kanë treguar prindërit sistemi komunist, diktaturës. Atëherë ka qenë një diktator që quhej Enver Hoxha. Dhe kur ndroi jeta ai, shqiptarët kanë bërë një rrallë të gjatë duke qarë sepse kush do vi pas tij. Është pyetja më anormale që mund t'i bëhet një vendi të caktuar dhe njerëzve të caktuar, sepse jeta e një kombi dhe ardhmja e një kombi nuk mbyllet kurrë me humbjen e jetës së dikujt, por do të vijojë. Që do të thotë, shqiptarët sot, ata që kanë dalë në protestë, por dhe shumë të tjerë që e mbështesin, janë kundër politikës 36 vjeçare në Shqipëri sepse ne kanë hapur shumë probleme. Dhe kushdo që të vi, do të jetë më mirë se sa këta. Dhe garantori që do të jetë më mirë se sa këta, do jetë po këta njerëz që tashmë e kanë vrarë frikën dhe duan një Shqipëri ndryshe, që edhe këtij personi që do vi nesër, nëse këtij rreshket këmba dhe kthehet si këta, ata do të jenë aty në shesh për ta rrëzuar edhe ata. Kështu që pyetja se kush do të vi, mund të jesh ti, mund të jetë se këta janë të vegjël, por vëllezërit e motrat apo prindërit e këtyre, një shqiptar i mirë që e do këtë vend. Nëse je ti dhe duhet më thuash aty. Nëse do jesh ti. Unë jam një gazetar. Me shumë kënaqësi do doja ti she ti për gjithë punën që ti ke bërë. Të thash, unë nuk jam i ndaluar të jap mendimin personal tu, sepse jam në tjetër pozicion, por kjo nuk ka të bëjë vetëm me mendimin personal, për gjithë pasionin që ti ke, për gjithë punën që ti ke, unë jam shumë dakord që këtë vend duhet ta drejtojnë dhe duhet t'i jepet mundësia gjithë njerëzve që e kanë me pasion dhe mbi gjitha me idealizëm ta bëjnë këtë vend një vend mirë, sepse është shtëpia jonë. Nëse do jesh ti, duhet ma premtosh aty që ne mbas disa vitesh nuk do flasim për një Osman, ashtu siç ti po flet për mëkatet që ka ky sistem sot. Pra, nuk do t'i ketë qeveria apo sistemi Shqipëria e re nuk do t'i ketë këto mëkate në drejtimin e Osmanit. Unë kam një gjë të shenjtë tek e imja, jam brymosur që i vogël që është fjala fytyra e dinjitetit. Këto nuk i bëj pazar me askënd e kam thënë, nuk është kjo intervista e parë, kjo mbetet e tjerë, por unë si Osman të bëj pazare e të shes kauza e të bëj pis idealizma, idealin e tjerë, sa të kem jetë nuk e bëj. Dhe këtë kam sfiduar këdo. Shqipëria është një vend i vogël, njihemi të gjithë, dhe betejë ime është për këtë Shqipërinë, qofsha si gazetar, qofsha nesër nuk e di si një qytetar i thjeshtë i këtij vendi, unë kam idealizmin tim që është për Shqipërinë. Dhe më rrezikshme se sa të bëhesh i pasur, pra nesër ti jesh në një pozicion si këta dhe të bëhesh i pasur, ti vjedhësh etj, është pafytyrësia dhe mosmirnjohja. Janë dy nga elementet të cilët nëse një njeri i ka, është një njeri i rrezikshëm dhe që i bën kombit keq. Sa kam jetën 33 vjet sot, asnjë element sikur dal një person që të më thotë që je i pafytyrë apo mosmirnjohesh për diçka. Nuk e njoh këtë, dinjitetin tim nuk e bëj pazar me askënd. Uroj mos u mbasësh kurrë. Kishe ca pyetje më duket. Kalojmë te pyetjet e juaja, pra.